edhe këpucat e babës që i ka pas vesh kanë qenë me një sirtar. Do të dëgjoj një fjalë, një ditë do të vi dikush një lajm të mirë, do të gjendet dikund, do të kthehet, e kisha shpresën se isha e re, edhe po nuk o gjente asnjëherë. Edhe aty ne kemi pas dy shtëpi, një shtëpi të djegur që kemi nejt na, po pjesën tjetër e kena pas një shtëpi gjatë ndërtimit me ndërtim vetëm të vrasht. Aty ishin pozicionu serbët. Baba edhe djali Agjës, batanien edhe çantën që e kanë pas me vete, edhe këpucat e babës, edhe jaknja e djalit Agjës, unë kur kom shku në borë, e kom gjetë batanien e babës edhe çantën në borë. Kur kom hyp në pjesën tjetër të sallonit, u ka një komodi, një raft i vjetër, edhe në atë raft përmbi ka qenë jaknja e djalit Agjës, që ka qenë me babën, edhe këpucat e babës që i ka pas vesh kanë qenë me një sirtar. Edhe une, në të moshën 15-16 vjeçare, e prej atij emocionit, asaj shpresës madhe që e kisha, me një moment thash mos janë këto afër ose mos ka ndodhur diçka dhe fillova të përshpërisja, të kontrolloja krejt shtëpinë, të kontrolloja mos ka një letër, mos na kalon një letër. Edhe me kalimin e kohës këqyr s'ka asgjë, shpresa vazhdon prap. Çka kanë po njerëz në momentet e fundit? E kanë po personat armatosur në afërsi? Jo, nëse kanë pas, çfarë uniformash kanë pas? Cili ka qenë momenti i fundit? Kur është po për herë të fundit prindi dhe prej kujt? Prej vllaut, kur e ka lëndu syrin. Ajo ka qenë e fundit. Kur ju nda rrugë, si duket aty kanë përfunduar pjesë, ka qenë këta të pozicionuar ushtria dhe serbe, dhe si duket aty edhe kanë marrë, edhe kanë dërgu të shtëpia, edhe aty janë vetëm këto shenja janë prej zhdukjes të babës. Prej këtij momenti asgjë nuk kem asnjë lajm. A keni pas ndonjë paralajmërim? A ju ka thonë dikush që nuk bën me lëviz sepse ekziston një rrezik? Po, ushtria e Kosovës po, gjithmonë na kanë informuar me këto, gjithmonë kemi pas informata të sigurta që mundën tash me hy, mundën kështu me ndodh, ju rini këtu, meshkujt duhet të ndahen, e kështu. Na thotë që momenti i fundit ka qenë në përpyll duke u largu. Po. Po kur janë i kthy pas një kohë tek shtëpit, ke gjetë gjurmë të babës, djalit Agjës. Ato gjana që i kanë pas vesh. Për herë të fundit. Për herë të fundit. Ato janë. Më kujtohet saktë si fëmijë kur ka lëvizë dhe kur na kanë lajmëruar që na duhet të ikëm, na duhet të vazhdojmë, ju duhet të rini. Saktë më kujtohen ngjyrat e këpucave, pantallonat, sako që ka pas vesh, të gjitha këmishën. Çka ka ndodhur me ato desanet prindit? E keni marrë me i rujt diku? Po. I keni? Po. Kush është kujdes për to? Unë më shumë. E kisha një shpresë çdo herë të ti, dhe jam rrit në fakt, jam rrit me shpresën që një ditë do dëgjoj një fjalë, një ditë do të vi dikush një lajm të mirë, do të gjendet dikund, do të kthehet, e kisha shpresën se isha e re, edhe po nuk o gjente asnjëherë asnjë fjalë, asnjë informacion më shumë. Tash vetëm dua që ishtrat të prehen në vendligjen.